Korça hap dyert për nisjen e aktivitetit më të madh festiv veror, Festën e Birrës. E motivuar nga bira e parë shqiptare, Bira Korça, Festa e Birrës vjen në edicionin e 8. Pak orë para nisjes së festës, organizatorët janë duke bërë edhe përgatitjet e fundit për sa i takon dekorimit të ambienteve të festës apo shtimit të kapacitetit të tavolinave dhe stolave që vijnë në dispozicion të qytetarëve, të cilët do të bëhen pjesë e Festës së Birrës në të 5 netët e saj. Bëhet fjalë për një sër aktivitetesh kulturore dhe jo vetëm, të shpërndara nga data 13 deri në 17 gusht. Ndodhemi në hyrje të parkut Rinia në qytetin e Korçës, ku vijojnë përgatitjet për eventin më të madh festiv për qarkun e Korçës, Festën e Birrës. Në këtë aktivitet, sipas autoriteteve bashkiake, priten të marrin pjesë mbi 100.000 persona, banorë të Korçës, të trevave shqipfolse si dhe turistë huaj. Pritet që epiqendra e kësaj feste të jetë Bira Korça. Ndryshe nga vitet e tjera, sipas bashkisë, këtë vit kjo festë pritet të zhvillohet në disa zona të qytetit. Tashmë ne turistëve ju ofrojmë jo vetëm Festën e Birrës, por 5 ditë interesante në qytetin e Korçës. Ata do të jenë në gjendje të vizitojnë gjitha muzeumet, të cilat do t'i ofrojnë falas dhe me një orar shtesë. Turisti do të ketë mundësi të ndjekë ekspozita që do hapen në qytetin e Korçës, do të ketë mundësi të jetë pjesë e kampionatit të aeronautikës, do të ketë mundësi të vizitojë ekspozitën që të hapim me rastin e Festës së Birrës. Do të ketë shumë aktivitete të tjera të cilat do t'i shtohen në Festës së Birrës. Do të jenë 5 net të zjarrta, një spektakël i vërtet në fakt. Do të kemi grupe të reja gjithmonë në linjën e përditshme të Festës së Birrës, për sa i përket serenatës, e cila është e ndërlidhur dhe alternuar shumë bukur me rokun edhe këtë vit. Do të kemi shumë këngëtarë të njohur të arenës shqiptare, por njëkohësisht edhe këngëtarë ndërkombëtar. Ditën e shtunë do të jetë Adam Clay dhe ditën e diel Emi Lasaria featuring Kathleen, dhe përveç kësaj edhe shumë emra të njohur të muzikës shqiptare dhe jo vetëm. Administrata bashkiake deklaron se ky vit do të vijë me një gamë të gjerë aktivitetesh, ku nuk do të mungojë as pjesëmarrja e disa artistëve të njohur të skenës ndërkombëtare, si Adam Clay apo Emil Lasaria. Bira Korça, ajo që ka shkruar historinë e birrës në Shqipëri, aq shumë e preferuar nga të gjithë, edhe këtë vit vjen me stendën e saj dhe surpriza të shumta, duke qenë dominuesja e festës. Kjo festë shënon kulmin e sezonit turistik në qytetin e Korçës.